Produksioni M7 ju prezanton. Njerëz të mëdhenj. Forca e personalitetit të njerëzit e mëdhenj. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar një hadith se si të tregohemi optimist për të ardhmen dhe të mos i shkëpusim shpresat. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: nëse është duke u bërë kiameti dhe dikush për jush ka në dorë një fidan që kërkon ta mbjellë, le t'ja mbjellë nëse ka akoma kohë. Këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson që edhe nëse e shohim kiametin me sy, nëse mundemi të bëjmë diçka të mirë, le ta bëjmë. Profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson si ta ndërtojmë jetën tonë mbi tokë. Islami nuk mëson ndjekësve të tij jetën e dervishëve dhe largimin nga të mirat e kësaj bote. Islami është vetë jeta dhe i orienton njerëzit në ekonominë e tyre, pasuritë, familjet, ideologjitë, politikat, ndërtimin e shtetit në përhapjen e drejtësisë dhe të paqes. Është pikërisht kjo ajo që e shtyri Omar ibn al-Khattabin radhiyallahu anhu të ndaloj asketizmin dhe vetë izolimin. Një herë Aisha radhiyallahu anha pa disa të rinj fetar, cilët visheshin me rroba plot arna dhe ecnin kokë ulur. Me t'i vënë re, ajo pyeti kush ishin ata. Dikush ju përgjigj: këta janë zahid dhe adhurues Zotit. Atëherë ju tha: për Zotin. Omar ibn al-Khattabi ka qenë adhurues i Zotit. Megjithatë, kur ecte, nxitonte, kur fliste, dëgjohej dhe kur qëllonte, shkaktonte dhimbje. Islami është forcë dhe energji, dhe vetë Zoti na urdhëron që urdhat dhe porositë e tij t'i marrim me forcë dhe seriozitet. Allah i Madhërisëm në Kur'an thot: merre librin me forcë. Vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Zoti se besimtari i dobët. Forca këtu konsiston në ide, dije, rezultate të larta dhe përdhimtari. Kjo është rruga që ndjekin njerëzit e mëdhenj në këtë jetë, ndërsa dembelët dhe përtacët përbëjmë një barë të rëndë për veten dhe umetin. Ata janë njerëz të dështuar dhe çdo gjë në jetë e shohin me pesimizëm. Një ditë, Omar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu hyri në xhami dhe gjeti disa të rinj të veçuar në një qoshe të xhamisë. I habitur pyeti: kush jeni ju? Ata i thanë: jemi adhurues të Zotit. Omer radhiyallahu anhu i pyeti: po kush u jep për të ngrënë? Ata u përgjigjen: fqinjet. Omeri u tha: për Zotin, fqinjet tua janë më të mirë dhe më të dobishëm se ju. Më prisni pak këtu ku jeni, dhe u largua. Të rinjt menduan se shkoi t'u sjell ushqim dhe po prisin me padurim me syt nga dera. Omeri radhiyallahu anhu u kthye me një shkop në dorë dhe duke goditur secilin prej tyre, u thoshte: dilni, kërkojeni rrezikun jashtë, se nga qielli nuk vjen as floria as argjend. Prandaj, është gabim të mbyllemi në shtëpi dhe xhami vetëm për të adhuruar Zotin, duke lënë pas dore punën. Adhurimi i Zotit nuk ka asnjë lidhje me murgërinë, e cila nuk ka asnjë lidhje me fenë islame. Allah i Madhërisëm Kur'an thot: ndërsa murgërinë ata vetë e shpikën, ne atë nuk u bëm obligim atyre. Mirë po, edhe pse kishin për qëllim me të vetëm të arrin kënaqësinë e Allahut, ata nuk ju përmbajtën asaj si duhet përmbajtur. Prandaj atyre që besuan, ne u adham shpërblimin e tyre, por shumë prej tyre janë mëkatarë. El-Hadith 27. Imam Shafiu rrit jetim, pasi babai kishte vdekur pa lindur. Nëna e tij udhtoi nga Palestina për në Mekke, ku mori me qira një dhomë prej qerpiç. Nga që ishte i varfër dhe nuk ishte penë dhe fletore për të shkruar mësimet,
Imam Shafiu i shkruan të ato mbi kocka dhe dërrasa që gjente. Një ditë, nëna e tij tha: "Nuk ka mbetur gjë tjetër veç se t'u alirojmë dhomën kockave dhe dërrasave tua dhe të flejmë jashtë." Kur dëgjoi këto fjalë nga nëna e tij, Shafiu mësoi përmendesh gjithçka që kishte shkruar mbi këto kocka dhe dërrasa dhe pastaj i largoi nga dhoma ku flinin. Ai ishte një gjeni që edhe pse në kulmin e varfërisë jetonte me shpresë dhe plot optimizëm, mbi brengat dhe fatkeqësitë e jetës, ai thot në disa vargje: "Lere kohën të sillet si të doj. Kur vjen caktimi i Zotit, prite me gëzim. Mos u brengos nga fatkeqësitë e jetës. Fatkeqësitë e kësaj bote e kanë një përfundim." Këto vargje ai këshillon njerëzit që të tregohen të durueshëm, të pranojnë caktimin e Zotit, të kenë besim tek Allahu, të vazhdojnë të jenë ambicioz për të ardhmen dhe këto fatkeqësi dhe vështirësi t'i kalojnë duke forcuar lidhjet me Zotin e Madhërisëm. Mos prano të thyhesh nga fatkeqësitë, por gjithmonë beso se ardhmja do të jetë më e mirë dhe përpiqu për të. Autori i tekstit Aid El-Qarni. Përshtati dhe lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Bekim Abdurrahmani. Realizoi produksioni M7.